Gjatë kohës sa flisje ti për Limajnë, unë e bona -3 këtu. Po dalim 5-7 tash. Pse ti e ke nisur? Çush folke kë për Limajnë, duhet me e ke kaluar e haruar. Kësë folke heq? E kaluar e haruar. Kësë folke heq? Ne mandatar për me kriju qeverin e opozitës nuk jam unë në këtë rast. Unë vetëm përfaqësoj aleancën, kuptohet edhe besimin atyre deputetëve që i bashkohen grupit tonë. Por nuk ju pengon një nismë brenda qeverisë? Jo, nuk është ashe drejtë e emën, s'kam në ekskluzivitet. Kush e formon qeverinë e opozitës, e negocion me secilin prej nesh. E vetë një gjë që qëndron që as nuk kam kërkesë për një post, as kushte për qeverinë e opozitës, e mbështes pa kushte qeverinë e opozitës. Ka folur edhe Lumira Abdigjiku, pikërisht për këtë dhe ka thonë të bëhemi të sinqert nuk i kena numrat. Vedon, apet presingut? Në takime tonë nuk kam bërë qartë të gjithë liderëve që nuk i keni votat për një çështje të tillë dhe mjaft me llogaritje të tilla politike sepse janë jo reale. Bëni sinqert, dini tregoni njerëzve se kemi votat. Nuk i kemi votat. Dhe sot po them, bëni sinqert, tregoni se kemi votat. Meqense se kemi votat, s'do të pretendojmë një gjë të tillë. Moralisht më pas do diskutohet a do të bëjmë një gjë të tillë. Praktikisht, tash po ju garantoj që LDK-ja s'bëhet vagon e asnjë partie politike në Kosovë. Kësodia për kuptoni jo. Ciklin e ri politik LDK-s. Unë e di që kanë dëshirë parti tjera. Ta morrin LDK-n, herë njëra herë tjetra. Jo, zë ta kena që... Si kena numrat, bëhemi të sinqert. Që të bëhesh i sinqert, Ramosh? Jo, të është një... Kush ku të heq, për shembull, në Parem, PDK ka fitu zgjedhjet. Ata i zdash me udhëheq negociatat. Në cilat zgjedhje i ka fitu PDK-ja? Nga kampi opozitar ka ma shumë votë se cilin nga ne. Ata i zdash me udhëheq negociatat e krijimit një shumicë opozitare, ose fillimisht me e fillu ata. Në rast se do të ndodhte një marrëveshje PDK-LDK, unë për ju garantoj që të gjithë e formula e udhëheqjes venet, unë ju garantoj që i kem votat. Po thot që nuk i bona vagon asnjë partie politike. Nuk tash unë kush kuj mi u bo, po nëse këta e gjejnë një zgjidhje, LDK-PDK, cila do qoftë ajo, nëse binë dakot, unë se dije, është kështu ashtu, po si ku të kishim një marrëveshje PDK-LDK, i kemi votat, mungesa e kësaj marrëveshje, e bën të paqartë, ashtu që tha dhe kryetari Abdigjiku, e bën të paqartë, a i kem as i kem, se derisa s'ki marrëveshje, s'ki ofert, s'ki kontrat, nuk dina dhe për çka me i kërku votë ndikuj, mirë po, kjo do të shihet, pas 15 ditë që të parë, nëse dështon nëse dështon Kurti, unë prapë mbaj shpresë që do t'i kemi votat që opozitë. Kush mendoni, për shembull ju personalisht, ose AK-ja, kush mendoj që duhet me qenë kryeministri i asaj qeverie? Për që të dy opcioneve, s'po thëmë që të këndoni për vetë. Parimisht, drejt morale me kërku këte ka PDK, për mundet mu arrit një marrëveshje politike me i dhanë kryeministrin e LDK-s, edhe unë jam për, nuk kom vrejtje, pra. Dhe më thonë për juve cili do që të bëhet në regullë. Nuk e kam asë një problem cili do nga të dy, po jo vetëm që se kam asë një problem, po unë preferoj që një nga dy të bëhet, pa marrë parasysh cili, po të mos e lojmë Kosovën pa qeveri, ose të mos e lojmë Kosovën me qeverin Kurti. Pra kjo është ajo qëndrimi ynë. Unë i kam thonë këtë mendim edhe zyrtarëve të PDK-s, ju lutëm, shqyrtone një marrëveshje politike që mos ta lojmë Kosovën pa një qeveri të opozitës. Në këtë rast pa një qeveri tashme që buron nga opozita. Dhe përgjigje atyre ka qenë? Janë, ata i kanë qëndrive të vetë, ata jo thënë vetë, po me thonë të nuk e fshi që për mua cila do formule opozitës është ndimesh për vendin, nuk kom diçka personale, pra ashe kom një post, ashe kom një kërkesh, po për vendin është me nevoj me ndohë qeveria e opozitës.